Moderatorët e këtij takimi, e kësaj feste të madhe për liri dhe demokraci më propozuan që të mbaja një fjalë para jush. Kisha dy dilema. Hezitova në fillim. Dilema parë ishte emocionet që kam për të shprehur para jush. Nuk jam mësuar me podiumin, nuk jam mësuar me fjalimet publike. E dyta që mendova ishte për çfarë do t'ju flas? Për çfarë do t'ju flas? Për çfarë do t'ju flas unë ju? T'ju them hallet e mia, t'ju them shqetësimet e mia? Jo. T'ju fliça për reformën kisha ndërmend. T'ju tregoja kalvarin tim me sistemin e drejtësisë. T'ju thoja gjithëve atyre që besojnë se kjo reformë është sukses, është një dështim. T'ju flisja për hallet e mia, nuk do mbesoshit. Tani kam një fjalë për ju. Unë kam më të vështirë nga gjithë juve këtu. Ky është fjalimi më i vështirë i imit. Mendova si ta zgjidh. Do ta zgjidh ashtu siç bëj për ditë. Duke gjetur problemin, duke gjetur zgjidhjen. Për këtë po ju flas. Unë jam Viz Bileri nga Tirana, nuk jam antar i Partisë Demokratike. Ata që më njohin dhe më shohin sot këtu, do thonë ç'bën Visi me Berishën. Ata që më njohin e dinë se unë kam votuar për Edi Ramën. Ata që më njohin e dinë se jam penduar. Po, unë kam votuar për Partinë Socialiste dhe Edi Ramën. Po, unë kam qenë pjesë e 1 milion shuplakave, që Edi Rama thoshte se populli dha Sali Berishës në vitin 2013. Sot kam ardhur këtu për t'ju thonë atyre si unë që besuan Edi Ramën se besimin që i kemi dhënë nuk është shpërblyer. Dhe një besim që nuk shpërblehet duhet marrë mbrapsht. Unë dua të marrë mbrapsht atë shuplak dhe ta bëj grusht, si simbol i shgënjimit tim, të shgënjimit të shumë miqve të mi me Edi Ramën. Në 12 vite të pushtetit ti nuk pam aspiratat të cilat na folin 2013-ën, do realizoheshin vetëm për 300 ditë. Të 300 ditë hikën, u bën 12 vite. Lufta kundër korrupsionit u kthyen në betejën se kush korruptohet më shumë dhe kush korrupton më fort. Shëndetësia falas u kthyen në dramën e onkologjikut, ku të smurët rëndë sorollaten nga spitali në spital, u jepen kura të gabuara dhe të caduara, dënohen 2 herë, njëherë nga fati dhe për dytën nga shteti që duhet t'i mbronte. Tirana, qyteti im. Një vend që rritet, në vend që të rritet është fryrë, në vend që të zbukurohet është lustruar, në vend që të prodhoj konsumon, një vend që ndërtohet dhe shkatërohet. Tirana është një fjetore e madhe, një kazino e përnaqshme, një luks për më të fortët, po jo për një qytet për njerëzit, për qytetarët e saj. Ka korsi biçikletash, ku lëvizin motor dhe parkojnë të fort. Ka lagje të reja ku nuk hyn dot zjarr fikset. Në Tiranë është rritur çmimi i metrit katror, po jo cilësia e jetës. Spitalet private dhe publike janë truse të zhvatjes së fatkeqëve. Në Tiranë, ajo që është publike trajtohet si private, dhe ajo që është private nuk gëzohet nga i Zoti, por nga çaketa afër me pushtetin. Në 11 maj, Edi Rama nuk do të marrë një vizë tjetër në pasaport për të qeverisur dhe 4 vjet Shqipërinë. Unë sot jam këtu për t'i thënë Edi Ramës se nuk gënjehem më. Populli e thot sakt, po më gënjeve një herë është faji yt, po më gënjeve për të dytën është faji im. Po lejuam 4 herë nuk është më faj, por është krim. Në 11 maj nuk votojmë për Partinë Socialiste, do votojmë për Shqipërinë madhështore.